Ti që ke nga Korça më duket. Po nga Gjirokastra. Të pëlqej si ti? Seriozisht? Na mbaroi ëmbëlsira. Mbaroi? Na mbaroi. Pse më ëmbëlsira e parë këtu në Lezhë? Mos e të lutem trego të vërtetën djalit. Të vërtetën ja tregoj, të vërtetë. Ne ndritoni si shërbëgjit. Sa po më bëri një kompliment, ë? Sa shkojnë në shtëpi, tha, ç'a bën në shtëpi ku shkon? Shoh për turp. Shumë njerëz thonë që qefi ha kumbulla të tharta, ndërsa nepsi bën që fëmijët të lindin shtatanik. Personalisht nuk kam lindur shtatanik, por kam një neps të papar. Ndaj dhe mora rrugën nga Tirana për në Lezhë, jo për të vizituar memorialin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, por për të provuar rizoton me sheg që do të gatuhet nga 60 shefa të ndryshëm nga e gjithë Shqipëria. Pra, secili kuzhinier do ta gatuaj orizin me sheg në mënyrën e vet, por duke e sjellë në një recetë ndryshe. Pra, përbërësit do të jenë të njëjtë. Kështu që qëndroni në këtë vlog sepse do të zbulojmë më shumë detaje, pasi nuk do të ketë vetëm pilaf me sheg, por do të ketë edhe sallat me sheg dhe lëng shege pikërisht në ditën në festën e shegës. Qëndroni këtu. Dhe më interesantja është se i gjithë pilafi që do të gatuhet, pra risottoja, mos tash vlerësojmë, do të konsumohet edhe nga banorët e rastësishëm dhe nga të ftuarit e posaçëm. Kjo sheg do jetë një nga përbërësit e recetës së risottos së ditës sotme, pra në festën e shegës. Pra, ju tash që do kemi jo vetëm pilaf me sheg, po do kemi shumë gjëra tjera. Pas ka shumë lëng duket, ha? Ja, sa shumë lëng. Faleminderit. Sa kushton? Jo më sëmë të bashkë kohë. Si është pa lek më? Po bëj tjetër, po prit, ku po ikën? Bëj dhe i tjetër. Realisht është shumë e mirë, jo për të bëjë qefin, po sidomos kur është pa lek. Tigan ose si që thonë tironësit ftere më të modhe se kjo nuk shapa në herë, edhe kujton ato periudat e hershme kur gatueshin, kur bëheshin ato dasmat kolektive, dasmat të mëdha, pra në përfshatra ku gatuej halva apo diçka tjetër. Unë pilafin e bëjnë ndryshe, vëlla. Kjo është risotto, nuk është pilaf. Ja, ndryshojnë. Ku është diferenca? Ndryshojnë. Nga ndryshojnë? Nga uji. Ja, nga uji, pse? Hidhet uji S'është me para? peshk. Shiko, unë prandaj nisa të tregoj. Ne kemi atë shprehjen, hajde baba tregojara. Tashi, unë pilafin kur e bëj në shtëpi hedh një herë pak gjallë, shtoj pilafin, 2 filxhan pilaf, po themi, e lë të skuqet pak. Jam mirë deri tani? Jo, okay. Okej. Pastaj marr ujë të zier, nëse i kam hedh 2 filxhan oriz, pra, marr 4 filxhan. Dhe pastaj edhe një quhet reklam, po them vegeta, çfarë janë ato? Supule. Edhe quhet edhe Jo quhet. supule, ajo si quhet ndryshe? Vegeta, po. Vegeta. I shtoj edhe një veget dhe s'ka nevojë për krip. Si po e gatua aty? Atëherë unë po bëj procesin e risottos, jo pilafin. Okej, risotto. Ma Që shpjego pak. normalisht është procesi skuqja, i hedhim ujë derisa të arrijë sjerjen, Okej. 80%, 90% që të jetë al dente. Po. Pastaj do bëjmë lidhjen me gjalpin edhe me djatin. Ta Që kopjova recetën. s'ka problem. Kur ta realizosh tamam, do ma dërgosh. Okej. Faleminderit.
Si e? Unë jam Iliri. Po bëj një video për sa i përket eventit. Jam me kamera. Jam me kamera. Jemi me kamera. Iliri me kamera. Atëherë, mua më bëri përshtypje në gjithë shefat që kanë ardhur nga Shqipëria, më bëri përshtypje prezenca jote sepse ke një sër medaljesh. Zakonisht në Shqipëri medaljet i japin pas vdekjes kur harrohen. Po generalët i kanë edhe para se të i kanë ato jetë. Edhe këto janë këto lloj dekoratash. Ju jeni dekorata gastronomike. Unë jam profesor edhe shef Arjan Ceka. Me titullin Master Chef të fituar në UK. Me Arjan Cekën Master Chef dhe pjesëtar jurie internacionale. Pra i përzgjedhur nga shefët më të mirë për momentin. Jo se këta janë më të këqij, po për atë që unë kam mbaruar, jam i mirë në dimensionin. Po edhe këta janë shumë të mirë të gjithë, edhe kolegët. Po ka diferenca në studimet. Gastronomi ka disa lloje studimesh. Pra janë studimet e pasticcerisë, gelaterisë, fillon edhe pastaj dhe fizika që hyn brenda. Pra për fermentimin, unë jam një pjesëtar i fermentimit. Pra kam studiuar për fermentim. Fermentim, pra në shpinën time mirë do jetë ti mos ketë frigorifer me asnjë vend. Pa ti fermentosh dhe vazhdoj ashtu siç kanë qenë. Ma morë mendjen me gjithë to. Ju falenderoj. Unë të mbar. Atëherë kënaqësi të shihemi gjatë vazhdimit. Faleminderit. Moza, të pash të vendos. Moza është mikesha ime. E njoft paktën prej 20 vjetësh apo jo? Të pash 2 herë, më humbe nga syt, se ndërkohë po bëja ta intervista me shefat e tjerë. Çfarë është ky aktiviteti? Atëherë kjo është festa e shegës, si organizon bashkia në Lezhë, e bën çdo vit, po këtë vit është pak më e veçantë sepse kam mbledhur shefa nga gjithë Shqipëria. Jemi rreth 60 shefa, siç e shikon. Dhe do gatuajmë një risotto me sheg dhe me lëng shege, do bëjmë sallatë me sheg edhe ëmbëlsira me sheg. Po e veçanta e kësaj feste tash të vit është se ne jemi bërë gjithë shefat bashkë. Jemi nga shoqatat ndryshme, po këtu ne nuk shohim shoqatat, shohim vetëm bluzën e bardhë. Vetëm bluza e bardhë. Do të thënë nuk është ajo konkurenca, unë jam më i mirë, ti je më i mirë. Ne këtu jemi të gjithë njësoj, të gjithë kolegë, të gjithë për të mbështetur bashkinë e Lezhës. Moza, më shuaj një kuriozitet, kush do ta haj gjithë të risotto? Atëherë këtu ne kemi ftuar, kemi disa ditë që po e promovojmë si festë dhe kemi ftuar, mendojmë që do vinë rreth 2000 vetë. 2000 veta? Pa. 2000 veta? Rreth 2000 vetë. Sonte do hanë risotto me sheg. Moza, të lutem trego të vërtetën djalit. Të vërtetën ja tregoj, të vërtetën. Vetëm të vërtetën. Ne kemi vërtetën këtu janë. Këtu i numëron dot sa janë, unë them 60, po mund të jenë më shumë. Ti numëroj më? Sepse numëroj. Kush do ma shpjegoj këtë, çfarë është kjo? Pasta, me çfarë? Me sheg dhe karkalet. Pasta me sheg dhe me karkalet. Kjo është pasta që u gatua ke tigani gjigant, dhe? Si jo më, mas shpinës tënde e ke. To që kërtasin janë shegët? Po. Okej. Shef Noci, pritave mikrofonin. Që këna me full, për shegen? Jo, për retetën, qa është kjo? Tu e ma kapë, si ti e ke borë. Si e përgatuar në nëtë. Ora, ti e ka bua, i e ke bu ti si, më bu. E ke mikrofon edhe ti? Po gjiroj. Atere, Po, kjo ka shek mërënda vezë dhe mjëllë sembola. po. Edhe karkaleta. Grano duro është i ripunu më dyher mjëj. Okej. Dali kjo dhe më thënë e fort potente pas. Karkalet si asaj salsa që është përgadit, është karkalet rikota e omëllë se gjizë e omëllë. Nuk pëlqeu fare. Fare. Të pëlqej si ti? Ja. Seriozisht? Është super më. Po ku mërë vesh unë ma vlla. Edhe vaj krip edhe pak piper, s'ka gjë tjetër. Edhe shega normalisht që është baza. Kjo është recetë që ti e ke... Jo, e kena bo dhe më thënë ma përpara vetëm për qefin tonë, po kërse sot ka linë ma shumë për festën e shegës. Interesant, kush do ta haj gjithë të risotto apo gjithë të pasta, apo çiça ndodhi, e marrun ma vlla, e marrun gjithë. Kjo do të thotë që është shumë e mirë. Është e mirë.
Me dur. E ka gatuar me dashuri. Ne kemi gatuar mirë, ata kanë qenë të rritur. Kush të rritur? Kanë për mirë, Po në fakt, shiko, ka i sekret. Thonë që ushqimi i mirë identifikohet ose dallohet kur dikush nuk është i uritur, po është i tej ngopur. Po. Është e vërtetë apo? Po ekziston, po. Ekziston një parullë. Po. Nuk kam pa vakithët. Mos me pas reks. E me hangër mos në ngop. Qa është ke punë? Nuk po vaki. Si po vaki? Jemi me shef Shef Gjelosh Roktina. Gjelosh Roktina. Roktina. Ku punoni? Sa vjet ke që punon? Jam tjera të tregoj tjerë. Hajde na i tregoti, shef, Akademia e Kuzhinës. Ky është profesor Po, i kuzhinës, po juve? neve punëtor jemi. Juve provoni ushqimin, Provojmë edhe atë. Antari i klubit Shef Kuzhinë Shqiptare dhe president Nerit. Tani si jam pensionist. Faleminderit. Këtu jo vetëm që gatuhet, po këtu edhe ka humor valla. Po, 10 gjanë që duhet më bëjë tu i qesh edhe shef Perëndia. Duke qeshur. Duke qesh, shef Perëndia. Po, si Vetë kemi. Nga Tirana. tani kam gjanë se pjesë, kam 54 vjetë këtë punë. A i ke mësu mirë apo? I ke mësu mirë apo? Ata kam ajerë, po ky po ka zbardhë faqen. Se ma ka si punën në dritë. Si janë këto brezat tash, si janë këto që po vit? Më të mirë se Po juve? t'jenë si ky, lumë nga si kena. Po t'jenë si... Vlerësimi madh ky, ë? Në të tonë kjo burë se arre E ku. cila është? Patëm defekte mi dasën. Po? Po nuk e kam mu zbulua si defekt. Edhe më tha ky mu tha, me të pas ky kamarjer tha mu tha, gjitha ne tha, edhe kur mi qit klientit tha, Do ta haj, ë? me ky ka dalin knejsh. Do me thënë që... Në nuk arre kur që atë fjallë, në fjallë të këti burë që Do arre me kur. thënë, ti thu që kamarjeri është pasqyra më e mirë e kuzhinës, ë? Është e vërtet. E mbaroi ky. E mbaroj, ka konsulim. Po juve, Faleminderit. Po bëj një video. një... Qarë tua, në pasi më në kjapë. Ike tash, morën qafë. Për sa minuta e bëre këtë ti? Kjo është diku të 18-20 Unë jam i padurueshëm. Do ta bëjnë gjysmë gati. Unë nuk i pres pasullet të zihen. Atëre do t'i shërbejmë pasjerë. Okej. Si e kishe emrin, të lutem, shef? Arjan. Shef Arjani. Faleminderit, punë të mbarë. Mos do më shumë shëf. Jo, marr punë. Po ti që ke nga Korça më duket. Po nga Gjirokastra. Gjithë ky organizim, gjithë ta njerëz gatuhet mes sheshit, festa shegës. E kujt ishte ideja vëlla? Ideja është e bashkisë dhe iniciativa është e bashkisë Lezër. E bashkia Lezër historikisht e ka festu festën e shegës. Po jo kështu, jam me rizon. Jo kështu. Këtë vit vendosi ta bëj pak ndryshe dhe thjesht më kërkoi pak nim. A mund më mbledhësh? Tha shefa. Unë i thash po. Sa u blodhën? 60 kam mbledh, po e kam majt numrin shumë të mbledhur. Se ka më shumë? Shumë imediat. Faleminderit. Po jap dhe intervistë. Ja, këto ka interesante vlogu, po. Atëherë, po thonim që për herë të parë organizohet një festë e tillë. Vite të tjera është festuar, ndoshta edhe më bukur, ndoshta edhe më thjesht, po e veçanta e kësaj feste është se gatuhet. Edhe unë sa pash njoftimin, siç ju thash, realisht tash do shkoj edhe për të provuar rizotot, ju thash që jam Nepsali, po edhe për të takuar 60 duar të ndryshme që gatuajnë për ditë se ne na ndodh që çkam të vizitojmë. Si mlodhe 60 veta bashkë kur pa i thonë. Jo, është shumë e thjeshtë. Unë them se kuzhinierët kanë një shpirt shumë të mirë. Dim se çdo kuzhinier, ose më mirë, se një kuzhinier i mirë, ta marrësh të venos, o ta vesh të venosish në kryt, ata venosish në fund, ai gjithmonë është mes. Kuzhinier, Edhe sepse ka shpirtin e tij. E nëse ti nuk ke një shpirt të mirë, nuk je pozitiv, ti nuk mund gatuash mirë. Okej, po festa shegës është vetëm e Lezhës apo e gjithë Festa shegës është vetëm e Lezhës. E Lezhës. Lezhë është shujtë se shega është simboli i familjes. Pra nga një kokër e madhe dalin shumë kokra të vogla. Më duket se ngela pa ëmbëlsirë, më duket. Nuk e di, lam pa ëmbëlsirë, gjilaf. Na marroj ëmbëlsira. Mbaroj? Na marroj. Po pse më ëmbëlsira e para këtu në Lezhë? Ose di. Ço po ato. Nuk prit ndoshta. Merre me long ta se mishi mbaroj. Ka gjitha gjëra ne, ka shumë gjëra.
Okej. Nuk e provova dot, po kam besim që ishte shumë e mirë. Speciale. Ku ta kem përpunë në ta keni përpunë ti vetë. Ka për të ndali byt tash se un kam neps. Do ta gjemi se e kena çefin gjë. E keni çefin gjë, Do ta provosh ti? Po, do ta provoj një. Shive. Çojmë ku e kam çef një herë. Kjo ishte pjesa më e bukur e vlogit. Jasme kemi më çef, e kemi këtu në shesh. Okej. Ja ta vëm këtu. E të shehu, ha? Eduard Shehu. Do ta vendos në gol. Okej. Beni, një pirun të lutem, një pirun. Ja, me luk, do sahet me luk. Çfarë është kjo tani? Kjo është një ëmbëlsirë e zonës Lezhës me shegët. Është cheesecake me shegë. Provoj. Da provosh ti apo? Da provoj. Edhe një gol tjetër. Si duket? Kjo është receta juaj? Kjo është receta e zonës, nuk është e imja. Okej. Nuk është e imja, është agroturizmit Hylli i Bilës. Okej. Ja t'ja japim dhe kolegu që po më gjiron. Pasa morë. Përvoj. Shumë e mirë. 1, 2, 3, wow. Special, shumë e mirë. 1, 2, 3, ishte kështu, wow. Është receta jote? wow e ashtë e jamja, kja është... Pra, 1, 2, 3 ka Edi. Edhe receta është ju i dritë. Edhe në mix. Okej, Na kam blerë. Të ishe radhë shumë e madhe për të provuar këtë lloj ëmbëlsire. Të bashkë me Fredin këtu, se është Fredi më kam lënë këtu. Fredi më merr dhe bashkia Fredi u bë se I thash Fredit, si ka mundësi që I bëre 60 veta me Artur? Ma boni se është hyrje e mirë. Në fakt, ky aktivitet është menduar mirë për organizimin, sepse siç e pat ka edhe aktivitet për fëmijët, ku ka mundësi vizatojnë dhe ndoshta të kalojnë pak orë, por ndërkohë ajo që është dhe më interesante është se ka dhe një koncert që përbën muzikë live. Shumica e njerëzve aktualisht janë fokusuar ke risotto, te pasta, te ëmbëlsira. Shkojmë të shohim se çfarë bëhet andej? Hajde. Po shpërndajnë certifikatën, pjesëmarrjes dhe vlerësimin. Aida, apo gabon, ta shofi çik certifikatën. Jo, më nuk që e kanë fake, që e kanë origjinale. Urime. Francesc Tuku. Ja xhirojmë njëri tjetrin. Francesc Tuku. Më bëri zotria, sapo më bëri një kompliment. Sapo më bëri një kompliment, Sa shkojnë në shtëpi, tha, ç'a bën në shtëpi kur shkon? Shoh për Turku. Faleminderit. Falenderoj shumë. Kristian Loka. Prima volta che venite qua? La seconda. Ah, seconda. Ok. Com'era la festa? Bella? Bello davvero. Bello proprio, bellissimo. Dhe në përfundim të kësaj feste, unë jam me dy vajza të zonës, të Lezhës besoj, por që janë me veshje të ndryshme dhe mbëri përshtypje dhe më ngjalli kureshtjen për t'i pyetur. Pa e nis nga e majta ime. Cila veshje tradicionale? E zonës së Mirditës. E zonës Mirditës. Në fakt më duket pak e njohur, sepse edhe para pak kohësh kam bërë një vlog tjetër me veshjen e Mirditës. Ti vetë je nga Mirdita?
Jo, po sot kam zgjedhur që të vesh E zgjodhe vetë? po. Është e bukur, të pëlqen? A di ta shpjegosh? Paka shumë. Jo. Se nuk jam i qenë. Është e rëndë kështu kur e mban? Jo, shumë. Okej. Po goca tjetër? Unë jam vesha nga zona e Zadrimës. E Zadrimës. Okej. Çfarë karakteristika ka Zadrima? Nga ndryshon nga Dhe ka boqën. Boqën? Motivet e Zadrimës dhe gjyrën e kuqja. Boqa është kjo përpartja, apo thuhet përpartja? Si përpartje. Po shamia lart? Shamia ndihesh është për këto vajzat e reja që vendosin. Është era parë që e vesh të veshje? Jo, kjo është vesha ime që e kam. A e ke në shtëpi? Nëna Daja. Nën Daja i thon gjyshja, nga veriu Nën Daja është gjyshja nga krau nga ana e mamas. Kurse nga babai nën gjyshja si i thon? Nana e the. Nana, okej. Faleminderit goca, edhe kënaqësit ju kisha këtu. Dhe me këto pamje të bukura të krahinave të Mirditës dhe të Zadrimës, ju lë takim në videon e ardhshme sepse duhet ikim për Tiranë se ka trafik. Ju pafshim.